Në rrethin e Librazhdit, dhuna në familje vijon të mbetet një problem serioz. Sipas të dhënave të Shërbimit Social Pranë Librazh, gjatë vitit 2025 janë regjistruar 21 raste dhune ndaj krave. Në 18 prej tyre, viktimat janë pajisur me urdhër mbrojtje nga policia e Librazhdit. Dhuna e ushtruar ka qenë fizike dhe psikologjike, duke prekur pa dallim si familjet në qytet ashtu edhe ato në zonat rurale. Specialistët e dhunës në familje thekson se shkaqet kryesore lidhen me faktorë social dhe ekonomik. Këtu në Librazh është xhelozia, është varfëria, është pija, është papunësia. Në përgjithësi femrat kanë filluar punë se s'kan të ardhura apo mundësi jetese. Në 2025 kemi patur 21 raste që unë i kam trajtuar. Në 26 kemi filluar me 2 raste. Domethënë të muajit janar. Një rast që ka qenë që e ka tërhequr si urdhër mbrojtje, pak ditë më përpara ka kërkuar prapë urdhër mbrojtje. Këto shifra Librazhdi renditet ndër zonat me nivelin më të lartë të dhunës ndaj grave në qarkun e Elbasanit.